Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq më tepër për naftën edhe për gazin. Tani, a nuk thua, ka plane konkrete për të lehtësuar Rusinë dhe për t'i hapur rrugën që të bëhet aktor në këtë konflikt që mundon? Kjo është arsye që Trump thuaj se nuk i vjet fare drejtuesit e BE-s, jo se nuk kanë potencë, por dhe nuk e kuptojnë çastin. Ndaj, ata nuk e mbështeten në këtë operacion militar ushtarak ndaj një të keqe të madhe në lidhjet të mesme. Trump duke bërë vepron taktikisht, duke i bërë salishime, sepse nuk mund të përballojnë rritje të mëdha të çmimit të naftës. Por energjia më e shtrenjtë është në Gjermani se sa është në Amerikë. Këtu $3.50 nga dhoni është më pak se $1 litri. Europianët janë ata që e ndjejnë më shumë presionin e çmimeve të energjisë dhe Gjermania është vetë dorëzuar kur ka hequr dorë nga centralet bërthamor për prodhimet e energjisë dhe për atë çmendurinë e energjisë të gjelbër kushton 4 herë më shumë energjia në Gjermani se sa në Amerikë. Natyrisht që Trump në këtë operacion ushtarak nuk ka pyetur thuajse askënd nga BE nga NATO, është thjesht aleat e tij real Izraeli për të hequr një keqe të madhe që 8 president kanë ndruar ta bëjnë. Dhe krizë po i bua në Europa edhe sa duket edhe në Ballkanin. Është short time, do të ketë, unë mbaj mend që në kohën e presidentit Bush pa të shkuar në $120 fuqia. Edhe kur Rusia sulmoi Kievin, u rrit çmimi i naftës. Natyrisht më tepër është një perceptim, sepse vetëm 20% kalojnë nga nafta tek Hormuzi dhe shumica shkon për Kinën dhe për Indinë. Por kompanitë e naftës, madje Trump e tha që ne kemi fitime të mëdha, kanë kompanitë. Më shumë është perceptimi i njerëzve, frika sepse janë bllokuar anijet, por unë them se do të zbutet. Nuk më the diçka për sanksionet, do të lehtësohet Rusia për të hapur rrugë furnizimit të Europës me gaz dhe naftë. Trump ka thënë që do të bëjë ulje të sanksioneve për naftën. Nuk besoj se do të shkojë tek gazi, sepse gazin e ka monopol Amerika. Amerika po bën furnizime masive me gaz dhe ka fitime të mëdha. Por europianët nuk është biznes. Është biznes dhe natyrisht kjo është trustia që i është bërë Putinit nga presidenti Trump. Edhe pse thonë që është i butë me të, sanksionet kanë funksionuar. Por se sa janë zbatuar është tjetër gjë. Dhe çfarë merr Trump në kombim? Trump marrin bizneset amerikane. Sa më shumë fitime kanë bizneset amerikane, aq më madhe mundësia për investime dhe për rritje të ekonomisë. Sepse Trump edhe pse mendon për politikën e jashtme, vëmendja më e madhe është tek politika e brendshme. Jemi në zgjedhje mes mandati dhe nuk mund të shkoj përtej korrikut me ekonomi të goditur. Mendohet që në qershor korrik ekonomia të marrë një restart nga investimet e premtuara dhe nga krijimi i vendeve të punës. Është pezulluar nga tarifat, politikat e tij dhe për çastin kjo lufta siç e thon Trumpi ndikon. Zoti Baba, jemi ende tek parashikimi 4 deri në 5 javë apo ka ndryshuar qëndrimet administrata Trump? Ka trysni ndaj Trump që ta përfundoj të mos ta lërë mes. Mos ndodh si ndodhi me Bushin e parë, kur shkoi dhe u tërhoq. Është momenti më i mirë për ta shkatruar përfundimisht këtë kancer të lindjes mesme të një regjimi teokrat, diktatorial, një regjim që erdhi me revolucion për të shkatruar një monarki dhe kanë zgjedhur të birin sikur është monark, dhe aq më tepër që kërcënon gjithë vendet arabe dhe është një aksesor për Kinën dhe për Rusinë, pra plani afatgjatë për të goditur Kinën dhe Rusinë. Kisha mendimin se do të triqej shpejt, po trysnia është shumë e madhe këtu që Trump ta vazhdoi. MAGA, e cila 87% kontrollohet nga zoti Trump, janë për vazhdimin e luftës. Disa zëra sporadik, më shumë të medias, nuk e kanë lëkundur besimin që kanë republikanët, ai grupi mediat me presidentin Trump. Natyrisht që unë do të thoja që çdo e keqe ka një të mirë. Të kesh këshilltar një njeri mediokër për diplomaci si Kushner, nuk diskutohet që do të merrë një vendim të gabuar. Por kjo e keqe patë këtë të mirë që më në fund një president dha urdhër për ta goditur. Asnjë president tjetër nuk e kishte ndërmarrë të veprim. Sepse ishte thënë gjithmonë që në qoftë se godasim Iranin, do të nis lufta tretë botërore.
Dhe fakti është që dëmet janë shumë masive. Janë shkatruar 80% raketave, 85% dronave, komunikimi nuk ekziston, kreu i ushtarakëve generalëve janë vrarë 150 shkencëtarë të armëve bërthamore dhe nuk ka aviacion, nuk ka kundërajror, shkatruar marina, pra më i dobët se këtë radhë, Irani nuk ka qenë kurrë. Sekretari i luftës tha edhe lideri i ri është i plagosur, do të shkojë deri në zgjesimin. Çfarë marrëdhënie supozohet që të ketë? Është MA-ja me të? Lideri i ri nuk ka dalë në ekran ose do të jetë dëmtuar keqas në fytyrë, thonë që i kanë prerë një kënd, mund të jenë në gjendje kome. Më shumë e kanë si një tavlat balle iranian për të thënë që ne jemi mbas vijes fort. Natyrisht ishin 3 opsione për zotin Trump. Opsioni i parë është që të vi një qeveri nga jashtë, nga dezident, mbase nga djali i Shraut, dhe të kemi ndryshim regjimi. Varianti i dytë ishte varianti i Venezuelës. Godit kokën e gjarprit, zgjidh dikë nga ata, mbase një general që ka qenë kundra dhe të funksionoj. E treta është sulmo, thuaj që fitova dhe ik dhe ktheu prapsh mbas 2-3 vitesh. Shikoj. Qartë, është e pamundur që të mos heqësh paralele me politikën Shqipëria apo eksponent të Ja, saj. e kam shumë, po të shikosh edhe nga ana vizuale, do si Rama që duket si Ajatollahu, ai duket si mullat. Është fakt. Mirë, meqenëse e ke qef këtë pjesë, ditën e djeshme, mbrëmjen e djeshme kemi pasur një zhvillim në kryeministri, një vizitë të ambasadores amerikane të Greqisë me kryeministrin Rama. A mund ta thuash diçka në lidhje me ambasadoren, me lidhjet që ka me Shqipërinë, me kryeministrin Rama? Ilir, mbrëm Rama ka qenë iftar. Ajo video mund të jetë përpara 23 netësh dhe është dhënë nga Rama siç është. Ajo njihet si Margarita Girl, një vajzë me probleme, ndaj dhe u divorcua nga djali përkëdhelur i Trumpit, pijanece, është skandaloze me veshjen e saj, më të shturur për një diplomate, edhe dje, ju e pa në atë filmim, duket që ishte veshur si, nuk po e them ta ullë nivelin e fjallës, për as pak se diplomate. Nuk mund vi ambasadora një vëndi fqinj, pa marrë leje në departament. Unë kam pyetur në departament, s'ka qenë vizitë zyrtare. Privatisht, ajo mund të hajë darka, me atë mini fund, me atë përqafim, me një njeri që i mban të çantën, është thjesht biznes privat, do të thoja. Rama duhet të heqë dorë nga ky lloj protokolli. Nuk dilet kryeministri të presin der kryesore dikë që nuk e ka nivelin në protokoll për ta pritur ashtu. Edhe Hamër që doli atje, ajo është një personazh portorikania me probleme, e larguan si lloj internimi, sepse u divorcua me djalin e Trump. Si mund të ketë probleme dhe tjetë ambasadori e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi, sigur nuk shkojnë të dyja. Në Francë është një idiot, baba i kushtën i dënuar për krim. Kjo ka ndodhur me Trump, nuk kemi si bëjmë. Por në këto ambasada, rolin kryesor e luan numri 2. Ata që janë profesionistë. Nuk është era parë që kemi emrime nga ana politike shumë dobta. Kjo është provuar disa herë dhe kjo është e turpshëm për Amerikën. Jo për zonjën a zonjushën, e cila edhe në Greqi ka krijuar, por ajo futet shumë biznese. Është futur për Chevronin, për Mobil, për naftën, po në Greqi i lejohet se përfaqëson interesat amerikane për atë punë është, nuk është në Shqipëri. Në Shqipëri është ajo zonja tjetër. Por udhëtimi që vjen nga gjërat të mëdha siç është Irani mund të krijojë edhe këtë. Po unë nuk besoj se do të kaloj lehtë në departament veçën qofs, sepse nuk është zyrtare, ju e pat vetë si ishte veshur. Nuk shkojnë në takim zyrtar në atë. Lejohet një ambasadore që takoj qoftë edhe miq, Miq jashtë funksionit petkut që ka si diplomate. Miq mund të takoj në Greqi, në qoftë se ajo mund të ketë qenë për i drejt për i dark diku nga ato tokat e majmurat Timarës, por jo me minifund zotëri. Zyrtarisht, në qoftë se shkon në ndërtesat federale ka kod të veshjes. Ashtu ajo mund të rinë në klube natën, në pishina, është problemi i saj, jo në këtë mënyrë. Dhe aq më tepër tyshte zyra e një kryeministri, i cili nga ana tjetër ishte veshur si iranian, po ta shikosh. Pra nuk që zyrtare. Mirë, dakor, me që se ke pyetur në departament për vizitën e saj, nëse ka qenë zyrtare, formale apo jo, ke pyetur mbi atë që kanë komunikuar apo nuk jep llogari ambasadorja amerikane? Jo, llogaria jo, pa diskutim njoftohet shefi i stacionit në ambasadë që është i FBI për çdo gjë, sado private të ketë qenë. Por për sot kaq mund të them.
Në qoftë se do të kemi informacione më të thella, por privatisht ka qenë. Por në diplomaci, edhe në mënyrë private, mund të kryesh detyrën edhe shtetërore, por nuk është jashtë logjike. Është më mirë, domethënë Shqipëria s'ka ambasador, Bullgaria nuk ka ambasador, Malizi nuk ka ambasador, Serbia nuk ka ambasador. Më mirë ne që s'kemi ambasador se sa Greqia që ka një nivel të tillë. Qartë. Zoti Baba, përshëndes dhe falenderoj. Gjithashtu. Kudo në Shqipëri. Bright Dell Center është qendër për kujdese editore për të moshuar me një eksperiencë prej 15 vitesh. Personeli shërbyes, si infermieri, punonjësi social apo trajnuesi fizik, janë specializuar enkas për nevojat e këtyre moshave. Ne ofrojmë transport komod, ushqime një dietë të balancuar, si dhe ushtrime fizike të përditshme. Gjithashtu, zhvillojmë terapi fizike apo psikologjike për persona të cilët kanë Kudo në Shqipëri.